është një bab I cili ka dhënë shumë për luftën çlirimtare të Kosovës. Kjo është një gjykatë e cila nuk është e ndërgjegjshme, edhe kështu që nuk është e lavdëshme. Për këtë familje ka gjithë fjalë të mëdha, ka dhënë kontribut të madh, ka dhënë të tona të mirat, po gjykata speciale e dim që është gjykatë e korruptuar, gjykatë e dopte e ult. Edhe çështu ka ndodhur këto sene, s'kan mujt me se kanë çuar me ardh njerin në varrim. Shumë e padrejt. Me ligj ndërkombëtar duhet mu leju mi varros prindin. Po na mohohen drejtat. Po do këtë haptazi. Jena në shkollën e 3 të 4. Po të kesh bote në sen duhet kjo është sen që ka duhet mi përcjell e vladi prindin. Shumë njerëzore, shumë ko I qetë, shumë ko I mirë, shumë ko familje me gjithmonë, me babë babgjysh kanë qenë gjithmonë patriote, adhetare, këmbëtare.